Dua Lipa nuk I zhgënjen fansat, shfaqje magjepsëse në Milano. Ishte një nga ngjarjet më të pritura të edicionit të vitit 2025 të Idaus. Por edhe të gjithë verës së muzikës, dhe nuk zhgënjeu. Dua Lipa magjepsi turmë me mbi 70.000 të pranishëm që erdhi ta shihte në Milano me një shfaqje midis madhështisë dhe intimitetit, ku arriti të kombinonte statusin e divës absolute të popit me atë të vajzës modeste. E aftë zbriste vazhdimisht midis audiencës, duke shtrënguar duart, duke dhënë puthje dhe përqafime dhe duke bërë selfie sikur të ishte vetë spektatore e një eventi. Pak më shumë se një orë gjysmë shfaqje me të gjithë elementet e kërkuar për një shfaqje të shkëlqyer, me një stil të shkëlqyer pop, koreografi, ndryshime kostumesh, përdorimi I dekorit dhe fishek zjarve. Por mbi të gjitha është aftësia e yllit me origjinë shqiptare për të pushtuar audiencën me sharmin, talentin dhe një repertor që nuk zhgënjen kur vihet në provë drejt për drejt. Dhe për publikun italian ajo këndoi Afar l'amore, comincia tu nga Rafaela Cara. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.